Edhe këtë vit, Korça e ka dalë të kthehet në kryeqytetin e festave. Kjo dukshëm lidhet edhe me numrin e lartë të prenotimeve, të cilët kanë bërë që shumë vizitorë vendas por edhe huaj ta kenë si pikë synimi kryesore për festat e tyre qytetin juglindor. Korça është një ndër qytetet më të preferuara nga vendasit për të kaluar festat e fundvitit. Hotelet dhe bujtinat në qytet dhe në fshatrat turistik raportojnë se kanë të ezauruara kapacitetet. Rezervimet janë përqendruar kryesisht në qendër të Korçës, pazarin e vjetër dhe zonën e bulevardit Republika, ku atmosfera festive, koncertet në shesh dhe aktivitetet për fëmijë e bëjnë qytetin tërheqës për të gjitha moshat. Fshatrave dhe bujtinave përreth kanë filluar të ofrojnë vende dhe akomodime, pikërisht për datën 31 dhe 1 që janë datat më të kërkuara dhe kapaciteti Korçës normalisht nuk është gati për këtë fluks kaq të madh. Kryesisht dominon pjesa e Tiranës, Durrësit dhe Elbasanit. Jashtë qytetit, zonat malore si Dardha dhe Voskopoja janë të rezervuara pothuajse 100% për shkak të klimës malore, gatimeve tradicionale dhe bujtinave karakteristike. Edhe Boboshtica e Vitkuqi regjistrojnë prenotime të larta këtë vit. Nuk kisha ardhur asnjëherë. Është herë e parë që vi dhe realisht më ka pëlqyer shumë. Goxha, në si vend turistik është goxha e lirë. Edhe kuzhina tradicionale, organizime që bëjnë mbrëmjen ato lokalet me çik muzikë. Kemi ardhur me kolektivin, edhe më pëlqen shumë Korça. Jo i shtrejt, po shumë i bukur. Ashtu na kanë thonë edhe erdhëm për ta vizituar. Mirë, veç halas kena gjetë hotel, pak i ngarkum si duket. Aktualisht në Korçë numërohen rreth 150 struktura hotelerie me mbi 4000 shtetër, ndërsa në platformat online raportohen mbi 290 struktura akomoduese, të cilat janë të rezervuara për Krishtlindje dhe natën e ndrimit të viteve.